Ishte vetëm një djalosh, kur zërja dheu të thirri. U bë pjesë e historisë, u bë pjesë e UÇK-s. Historinë e tij tash e ka lënë pas, me një krenari të madhe. Sot, Agron Kajtazi, kohën më të madhe të tij i ia kushton bujqësisë, duke u bërë një fermer shumë i zoti. Unë jam Agron Kajtazi, nga fshati Shpat Ish Tërnov, komuna Skënderajt. Njihem paka shumë se ish pjesëtar i ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës, një ndër më të rinjt në moshë të asaj kohe. Pastaj gjatë kohës pas luftës kam startuar si ish pjesëtar i trupa mbrojtëse, përkatësisht në gardën kombëtare. Dhe sot si larguar nga ato detyra, si i pushuar në farforme, mirëm kryesisht në aktivitete tjera, siç është bujqësia, me blegtori, bletari, shpestari dhe pemtari. Të gjitha nga pak. Të gjitha nga pak, kështu që e bëjnë një jetë komode, normale, modeste. Do të ndalemi pastaj dhe do të flasim edhe për këto pjesën e bujqësisë dhe të mbjellurave që keni. Patjetër. Por para se me vazhdu, një karakteristika e parë të themi është që jeni i fundit në këtë fshat, është fshati i fundit i kësaj komune, nëse mund na tregosh pak më shumë ku jemi momentalisht për ata që se dinë edhe pse ke vendosur bashkë këtu me opozicionin. Po realisht ky është fshati im i lindjes. Mendoj që sipas disa fakteve jemi me shekuj milenium jemi në këtë trevë, pra deri te brezi 5-6 e mbajmë mend, do të thotë për nga jemi dhe jemi gjithmonë këtu, prandaj edhe kam përzgjedhur ta bëj jetën në vazhdimsi këtu sa të ka thënë Zoti jetë. Përndryshe edhe gjatë luftës kam qenë në pjesën e Drenicës, pra jemi gati pothuajse fshati i fundit që lidhet me komunën Skënderajt, realisht është edhe Leçina dhe pastaj dalin nëpër fshatin e komunës së Stogut. Realisht mjedisi ku jemi na është 19 km prej Skënderajt, 20 i Stogu, 21 kemi Klinën, edhe 22 Zubi Potoku, është një qendër kështu mes 4 qyteteve të Republikës Kosovës. E kufizume, pra ky është mjedisi ku sot jeni ju pjesëmarrës. Vetë oborri i tij flet për punën dhe për kushtimin e tij. Të gjitha i ka punuar vetë nga duart e tij. Është natyra dhe lidhja fuqishme që e ka krijuar me të. Çka e ka bërë Agronin që fshatin ku ai u lend dhe u rrit të mos e braktis kurrë. Agroni na njohi edhe me veprimtaritë dhe detyrat që ai bën në fermën e tij. Realisht me këto veprimtari, unë me shpestari mirëm paka shumë mas hermi. Gjithmonë kemi pas pula, gjithmonë kemi pas edhe lop. Megjithatë, si ide fillestare ka qenë ideja ime e rritjes së shpesëve të fshatit. Pra, përthuajse 12 vite u banën që mirëna ma tepër me shpestari. Ka pas edhe humbje, ka pas rast që brenda një viti kam humb gjitha pula që i kam pas, por në funit prapi i kam rrit dhe nuk jom ligështu, nuk jom dorëzu, kam vazhdu me rrit dhe sot parafërsisht duhet janë 1000 zogj në rritje, disa shpesë të vjetra të vitit kaluam që i trashëgoj, se unë zakonisht i ndroj çdo vit, i hjekit vjetrat, i boj treja, e krijoj një farë lloj tregu sa shot arsyeshme dhe lavërdin ekonomike, pra kjo është forma të cilën e bëj. Megjithatë ka dhe pemtaria ka ecë mirë, janë rreth 2000 trupa pemë, një park bletësh, do të thotë bletarisë ku janë rreth 12 koshere, realisht me bletari nuk e mban men shtëpinë tona as baba as babgjysh, gjithmonë kemi pas, po tash kanë ardhur kushte më modeste, vërtet është bën vështirë edhe atu me u kujdes se tepër po përdoren herbicide, materie tjera kimike që po dëmtohet bleta, megjithatë pato nuk rri. Prej saj keni përfituar dhe jo nësi, po vazhdojmë na bisedën tash edhe po shkojmë bashkë, po eksplorojmë, po i shohim për nga afër edhe po vazhdojmë. Patjetër me kënaqësi, faleminderit. Që na ke pyet. Si gjë mirë sa. Së bashku me Agronin shkuan për të parë nga afër punët e tij, duke filluar nga fauna e deri tek të mbjellurat, të cilat i ka punuar me plot përkushtim. Agroni tha se me të njëjtën disiplinë që dikur ishte ushtar, sot ai mbjell grur, rrit bagëti, ndërton serra.
nga fazanët e deri tek lopët, të gjitha i mban. E për secilin nga ato arrin që të përkujdeset si është më së miri. Tregona pak momentalisht atje I kemi në sfond edhe lopët, pasi që tha merreni edhe pak me bujqësi. Tregon pak më shumë rreth lopëve, sa kre lop I ke, me sa ke fillu, tregona më shumë karakteristika për to. Realisht ne jemi rrit me lop. Si çoban të një herë si fëmijë prej shkollës ku jemi ardhur, do të thotë ndoshta edhe librat I kemi marrë me veti për me mësu me lop. Jemi rrit me to, s'munum pa to. Është ambienti, janë kushtet klimatike, janë kollosat, janë çdo gjë që I plotëson kriteret edhe duhet me mbajt lop. Pra është përveç levardis, është edhe kulturë, po dhe ka tjetër gjë është që tryeza e familjes është e pasur me gjana, produkte ushqimore, produkte qumshtit, do të thotë natyrale. Prandaj ne kemi momentalisht 8 krer lop, nuk janë më shumë. Në sistem të lirë, kollosa ka mjaftueshëm, ujë ka mjaft, edhe kështu që këtu kanë vërtet një cilësi, edhe të qumshtit, edhe të produkteve tjera të qumshtit, do të thotë që vijnë djathi, kosi, maza e secili san tjetër, krejtësisht natyrale, krejtësisht bio, krejtësisht të shëndetshme, ja vlen me u marrë me tu, edhe kanë llogarinë e mirë, edhe ki truezën e pasur për familje, për fëmijë, për gjithë. Çfarë raca janë? Racat janë simental, zakonisht është një lloj I baktive që është mas tepërmi në për këtu. I duran edhe kullosat, I duran kushtet klimatike të vendit tonë. Është e mirë për qumsht, është e mirë për viça, për rritjet majmerisë, do të thotë plotëson shumë kritere, prandaj edhe I mojmë, se është varietet I mirë, lloj I mirë I baktive që jep produkt për shumë gjana. Ajo se çka po I veçon, çka po I bën pak më ndryshe është se themi janë si në natyrë, tamam. Ka qenë kjo edhe qëllimi jot, sa I përshtaten këtij mjedisi këto. Pikërisht, I përshtaten shumë mjedisit edhe janë komplet sistem të lirë me kullos. Hajnë të llojet e vitaminave që vijnë, nuk I merr artificial, kjo I merr prej barit, prej ashtu që ka edhe formën e jetës që duhet jetoj natyrë, ju e mbyllun. Zakonisht prej si heket bora e dimnit e deri si të bjen e reja, këto janë natyrë. Janë kullos, edhe ju sigurojmë ushqim për tani, për qatë kohë periull, kohore dimnit, sa s'munu me I liru, po gjithmonë janë natyrë, gjithmonë janë kullos. Shpestaria ishte ajo me të cilën filloi të mirrej Agroni në fillimet e tij. Agroni në këtë fermë mban mbi 1000 zogj. Këta janë zogj 2 javorsh, që kanë dalë prej inkubimi këtu, do të thotë prej vezëve të pulave të mia, zogj fshati, si që thujmë, duhet një kujdes intenziv për rreth 6 javë derisa të pavarësohet ky. Për që ata ja kum gjitë edhe koftorin me nxi, plus I kanë dritat lampat speciale që janë për rritje zogj fshatit. Janë rreth 1000 zogj që janë përgatitur për këtë sezon, për rritje, derisa dalin në natyrë tek paraarzit e sajna, domethënë tyne që janë pulat e mëdha, që në pjesën anena, ku I kom kofizu, I kom da derisa banë këta të pavarur. Pra janë rreth 1000 zogj fshatit, cilët janë të urrit për momentin në shtallën time këtu, shpez fshati. Por du me ndalë pak edhe të llojet e tyne, pra tregon pak? Unë nuk jam selektor me bon dikush ka marak me nda, unë I kam pothuajse të gjitha llojet e shpezve. Dominon Amroku dhe Plumotrok, ka Abraham, ka tjera llojet pula, megjithatë janë zogj të mirë, zogj qëndrueshëm, zogj që kanë kvalitet edhe cilësisë të vezëve, po edhe cilësisë të mishit, do të thotë vezë pula fshati që vërtet ja vlen me u marrë me to. Na prishëm atje në dalje para se me hy këtu brenda, e pam mbështetje nga Ministria e Bujqësisë, tregona pak se keni marrë subvencionime, sidomos ndoshta për fermën këtu ku jemi shtallën. Pikërisht, vitin e kaluar ne kemi marrë një grant qeveritar rreth 28.000 euro për ndërtimin e shtallës për rritje shpezve të fshatit. Ka qenë një kriter ku ne kemi aplikuar dhe realisht kemi fituar për shkak se kemi plotësuar gjitha kriteret e nevojshme. Pra, qoftë me prona, qoftë me infrastrukturë, me gjana që paraprakisht I kemi pas, sepse realisht ne merrim me shpestari për shumë vite dhe
realisht kemi qenë edhe meritor në aspektin e përfitimit, kështu që e kemi ndërtuar një shtallë moderne ku sot po funksionon për mrekulli. Secila pjesë në fermën e tij ishte rregulluar ku secila kafshë kishte vendin dhe hapësirën e nevojshme. Por në oborën e shtëpisë së tij ekziston një kënd për të cilin ka shumë histori e që është në fakt e gjithë jeta e tij, mundi dhe sakrifisat që dha për adhejun e tij, Kosovën. Ka qenë derë me qenë pjesë e ushtrisë kombëtare të Kosovës. Një diçka që sot krenohet i gjithë kombi. Ne kemi pas borxh moral e kombëtar me u përgjigj kushtrimit për luftën çlimtare. Prandaj sot ka mbetë një krenari që ne duhet ta ruajmë, ta mbrojmë, ta respektojmë përjetësisht, mbi të cilën sublimon liria e popullit. Nuk kam fjalë më të mirë se sa t'i nderojmë për jetë më të gjithë ata që kanë dhënë më të shtrenjtën, kanë dhënë jetën për ditët e sotshme. Mesazh goxha i mirë, edhe po besoj krejt në fund çfarë do të thuash, jo ta përbyllim kështu pak edhe me fermerët, edhe me linjët e drejta ku edhe me pjesën e luftës. Zoti bekoft gjithë ata kudo dhe kurdo kanë dhënë gjithçka për lirinë e vendit tonë, për Kosovën shtet, për shqiptarët në përgjithësi. Bujqve ju uroj punë të mbarë për kushtim dhe punë sa më të lehtë, edhe pse punët realisht në bujqësi janë trana, e di që kur kanë vullnet, kanë dashni dhe kanë respekt për tokën që i mon, e punojnë me zëll, me përkushtim, prandaj vjen edhe lavërdia. Kjo është mesazhi. Agron, vazhdojmë na, unë falenderoj Faleminderit, shumë. faleminderit juve. Për pas të fermer si jo kaq vullnet. Faleminderit shumë, faleminderit. Edhe me një histori shumë të qetë. Faleminderit. Faleminderit juve. Kjo është historia dhe rrugtimi i Agron Kajtazit, i cili tha se secilën punë që e ka bërë me shumë mundi e sakrificë.